që në orët e para të mëngjesit, lagja Ingjikov në komunën e Gazibabës u bë skenë e një aksioni institucional për shembjen e një objekti që sipas autoriteteve lokale ishte ndërtuar pa leje. Sipas informacioneve nga kryetari i komunës Boban Stefkovski, aksioni nisi në orën 5 të mëngjesit pas një koordinimi paraprak me Ministrinë e Punëve të Brendshme, gjë që solli prani të shtuar policore dhe angazhim të mekanizmit të rënd ndërtimor. Bëhet fjalë për një objekt në fazën e karabinës, i cili kishte plan të ndërtojë më tej, pavarësisht ndalesave të mëparshme nga institucionet kompetente. Në momentin e aksionit, objekti ishte në katin përdhe, faza e karabinës, me qartësi për qëllim të ndërtimit të një kati shtesë, pavarësisht të vendimit të inspektorit të ndërtimit për ndalimin e punimeve dhe mbylljen e kantierit. Subjekti nuk veproi sipas vendimit dhe vazhdoi aktivitetet ndërtimore. Kryetari i komunës gjithashtu u bëri apel qytetarëve të mos fillojnë ndërtime pa dokumentacionin e nevojshëm, duke theksuar se ligji do të zbatojë njësoj për të gjithë, duke paralajmëruar shembje.